Pjesa e dytë e emisionit gjithmonë ju kushtohet të ftuarve tanë special, por ne nuk do të largohemi nga sporti, do të qëndrojmë tek sporti, ku do flasin për një vajzë futboliste, që e cila është e gjeneratës 2017 dhe pikërisht të luan aq mirë që deri më tani ka fituar 12 trofe. Dhe bëhet fjalë pikërisht që luan në klubin e futbollit të Dream Team dhe këtu me mua në studio kemi kryetarin e këtij klubit dhe njëkohësisht dhe treneri dhe vajzën Sara Veselis bashku me trenerin e saj Ekrem Savedini. Përshëndetje, mirë se erdhët në emisionin e mëngjesit të Ritmi i ditës. Mirë se u gjetëm. Sara, mirë mëngjesi. Atëhere fillojmë, mund të na thoni si lindi ideja që në klubin tuaj të ketë vajza të cilët do të luajnë futboll pikërisht në klubin Dream Team? Po kështu, ideja lindi sepse unë shumë besoj tek ajo që edhe femrat edhe meshkujt janë të barabartë, luajnë futboll. Dhe ideja më e fortë ishte se shumë vajza që kanë talent, nuk mund të shpalosin atë talent, nuk kanë pasur mundësi, kurse tani mundësia të klubi futbolistik Dream Team është e hapur dhe shpresoj që numri vajzave të rritet, të jenë të talentuara sikur Sara, dhe me mbështetjen e prindërve besoj që ne do të punojmë me ta që të kenë një karrierë shumë të mirë. Cila është filozofia juaj kur punoni pikërisht me fëmijët apo më saktësisht të themi me vajzat? Filozofia jonë është e imja, është shumë e thjeshtë. Fëmijët duhet të ketë dashuri për lojën, duhet të ketë mbështetjen që se gjithçka nuk varet vetëm prej rezultatit. Ne mundohemi që në klub t'i formojmë edhe si të kenë edhe karakter gjatë edhe pas tërvitjeve dhe pas lojave. Të kthehemi pak tek Sara. Mund të na thuash Sara se si ke filluar të luash futboll? Kush të ka motivuar? Kush të ka shtyr më shumë të luash futboll? Mua më shumë ka shtyr në futboll babi, vëllau, daja, djalidaj, sepse gjithë familja mirëme me futboll. Aha, dhe më thonë ti nga ato je mësuar edhe ti ke dalë një futboliste më e mirë se babi, të them luan më mirë se familjarët tjerë e familjes? A luan më mirë ti? Je më e zoja, për derisa ke fituar 12 trofe, je më e mira. Mund na thuash cili është trofeu apo ndeshja jote më e veçantë që e ke luajtur dhe që të ka ngelur në mendje, që e ke pas shumë dëshirë ta fitosh aty? Ndeshja ime më e veçantë ishte kur e fituam Osijekën e Kroacisë. Wow! Dhe për ty ka qenë kjo ndjenjë më e veçantë, do me thonë për ty. E mban mend lojën e parë kur e ke luajtur? Si ka qenë ajo ndjenja e parë për ty? Mua më vinte të marrë, por edhe pse trenerin e kishe për krahas. Aha. Mund na thuaj se cili është momenti më i bukur dhe më i vështirë gjatë futbollit që ke luajtur ti? Momenti më i bukur është kur fitoni? Po, kur fitoni. A më e vështiri? Moment të vështirë s'kemi se gjithmonë kemi fituar. Gjithmonë kemi fituar, nuk ka pasur humbje. Kështu që ende nuk e ke përjetuar atë momentin më të vështirë. E kur do të humbish, do të marrë edhe një herë në emision dhe do më tregosh atëhere atë momenti si kanë qenë ato ndjenjat e humbjes, apo? Atëhere mund të më thuash se çka të pëlqen më shumë tek futbolli? Tek futbolli më shumë më pëlqen driblinga, disiplinat, ushtrimet, lojat, turniret e të tjera. Edhe të tjera. A ka një futbolist apo futbolist që e pëlqen më së shumti ti? Më së shumti nga djemtë i pëlqej Vinicius Junior, përse nga vajzat Kosovar Aslani. Bravo, të lumt. Atëherë ti je një vajzë, më thonë, i nje. Cila është ëndra jote, ku ke dëshirë të luash ti, në cilin klub të futbollit? Në Real Madrid. Në Real Madrid. Ke ndonjë lojtar që të pëlqen aty në Real Madrid? Po. Babi është me Realin? Po. Gjithë familja. Gjithë familja ju jeni me Realin. Okej, në rregull që edhe ne në shtëpi jemi gjithë me Realin, kështu që në rregull që kemi. Jemi me. Atëherë. Si? Se unë jam me Juventusin e kjo jam me Realin. Shumë keq. Do më thonë pas një debate? Shumë pak. Atëherë Ekrem, mund të na thuani si është, do më thonë, të luash, a janë të njëjta të themi vajzat dhe djemtë në ushtrime? Kështu tek klubi jon Dream Team
dallime nuk kemi. A është vajza, a është djalë, është e njëjta, të gjithë të ushtrojnë bashkë, të gjithë festojnë bashkë, të gjithë mërziten kur humbin, edhe pse gjenerata ku është pjesë Sara dhe është kapitene, udhëheqëse, nuk kanë asnjë humbje, por një ditë do të vijë edhe humbja e tyre. Po do ta shohim atëherë si është. Patjetër, si do t'jetë. Mund të na tregoni si e përshkruani këtë vajzë si lojtare dhe si karakter? Pasi që është një vajzë që ka fituar 12 trofe. Sara është shembull më i mirë se si mund edhe një femër të luftoj krah për krah me djemt, dhe se me punë dhe disiplinë çdo gjë arrihet. Jo vetëm 12 trofe, po edhe shumë më shumë. Jo, si ka filluar, domethënë Sara nuk ka të ndalur, kështu që sa kohë ushtron Sara në klubin e juaj? Trego Sara. Më shumë se 2 vite. Më shumë se 2 vite, domethënë ke filluar nga mosha 6? Po. 6 vjeçare. 6 e gjysë. 6 e gjysë, ati ke filluar në Dream Team, dhe sa të pëlqen aty? Shokët, shoqet në klubin. Po, të dëgjoj si kapitene ty? Po. Patjetër. Atëherë një info, do më thonë, unë edhe djalin kam në klubin e juaj, Jonin, dhe do më tregosh tani publikisht se Joni na shikon nga shtëpia. Sa të dëgjon Joni ty ati në klub, si kapitene? Të dëgjon? Të gjithë e dëgjon. Të gjitha? Joni më shumë. Ose hiç, pare, se e dim si është. Atëherë nuk është problem, Sara, ndonjëherë do t'i thuash Joni se mami jote më ka porositur që të na dëgjosh, çka të them unë në lojë, që të fitoni, të mos humni asnjëherë. Si motivoni vajzat që të përballen, të themi, me lojat pikërisht, dhe sa vajza keni në klubin e juaj? Të kthehem tek kjo e dyta, pyetja e dytë, çdo muaj kemi vajza të reja që vinë që regjistrohen, normal me pëlqimin e prindërve. Si ishte pyetja pjesa e parë? Do më thënë, sa vajza janë në klubin e juaj, dhe si përshkruni këto vajza, të themi, që marrin pjesë pikërisht në këtë, si gjitha cilët janë sfidat e vajzave, mund të themi, në lojë? Kështu, ato kur vinë në klub, janë të mirë pritura, dhe ata vetë dojnë që të jenë të mirë pritura, sepse nëse i mbështet, nëse i mirë pret, edhe ato do të kenë më shumë përkrahje. Më shumë nëse kanë përkrahjen tonë dhe të familjes, ata me më shumë qef dhe krenari do të stërvitën dhe do të luajnë. Deri më tani sa është numri i vajzave që janë regjistruar në klubin e juaj? Të regjistruar i kemi 8. Po vajzë. janë të ndara secila në për gjeneratat e veta dhe ushtrojnë bashkë me djemët. Me djemët. Mendoni në të ardhmen të formoni një ekip, të themi, të vajzave? Po, pse jo, nëse rritët numri, e kemi atë drejt, mund të formojmë edhe klubin e femrave, që besoj Sara do t'jetë udhëheqëse e tyre. Patjetër, nuk ka dyshim, dhe më thënë, një vajza aq e vogël me shumë ambicje dhe nuk do doja të ndalet asnjëherë, pse jo. Sa paragjikon, të themi, vajzat të luajnë në futboll? E dim që shumica ky sport është vetëm për meshkujt, e kemi atë në thojza, të themi, vetëm për meshkujt. Po, tani nuk është pyetja djema se vajza. Më shumë është punat e ndryshimi, se tani nuk pyetet a djemt apo vajzat janë më të mira, apo diçka, po më varet gjithçka nga vullneti, nga puna, nga shumë faktorë. Tani për tani në kohën e sodit nuk ka dallime, siç kanë qenë përpara, dhe se ajo tabu është thyrë që moti. Goxha moti. Mund të na thoni se çfarë përpiqeni të zhvilloni më shumë tek vajzat, teknikën, disiplinën apo dashurinë për lojën? Së pari dashuria për lojën. Nëse ka talent, nëse dashuron futbollin, atëherë kalojmë tek punët tjera që është teknika, disiplina dhe çdo gjë që vjen radhasi. Se çdo herë duhet të punohet hap pas hapi. Hap pas hapi, pikërisht. Si motivoni vajzat që të përballen me humbjet dhe të vazhdojnë përpara? Së pari duhet të dinë, edhe çdo herë ju themi se edhe humbja është pjesë e lojës.
dhe se nëse bëhen gabime dhe humbet, ajo nuk do të thotë se çdo gjë ka marrë fund. Nuk është fund, po është vetëm fillimi, sepse duhet të përpiqemi të përmirësohemi, që në lojën tjetër, në lojën e radhës, të jemi edhe më të fortë. Të përmirësojmë gabimet. Po, i reduktojmë. Cilet janë sfidat më të mëdha kur punoni me fëmijët në sport? Njëra prej sfidave është problemi i kohës sodit, largimi prej rrugëve, largimi prej mjeteve elektronike, dhe sfida që ne të jemi ata të cilët do të ndërtojmë futbollist ose futbolliste që në të ardhmen të na përfaqësojnë kudo që të jenë. Dhe besoj do të ndjehemi krenar për punën tonë nëse këta fëmijë një ditë i shohim edhe në për ekranet e televizive të themi, pse jo në klubet e më të mëdha. Si ka arritur që kjo vajzë të fitoj 12 trofe në një moshë kaq të vogël? Shpresoj që me punë gjithçka arrihet. Sara, gjithçka ka arritur me punë. Me punë dhe këta diploma, këta kupa ose medalje i ka fituar në për fuqa ku kemi luajtur, në për turnire të ndryshme, bashkë me vazhdojtarët e vetë, të cilët janë bërë një ekip si një familje dhe ku gjithçka funksionon perfekt në të gjitha repartet. Çdo gol e festojnë bashkë. Nuk ka rëndësi, do më thamë kush e shënon golin, po me rëndësi kush shënon gol. Rëndësi ka që lojën e kanë shumë të mirë, njihen ndërmjet veti, ndihmohen ndërmjet veti dhe ajo sjell rezultate. Do të thonë edhe pse janë kaq të vogël, bëhet fjalë për gjeneratën 2017, kanë bashkëpunim me njëri tjetrin. Shumë kanë bashkëpunim dhe është një e ardhme shumë e ndryshme për këta, sepse bashkë kjo gjenerat 2017 theu rekordin e gjeneratës së parë 2009, e cila në terrenet e Federatës së Futbollit kishte 11 loja, 10 fitore dhe 1 barazim, kurse gjenerata e Sarës i kanë 9 loja, 9 fitore. Tani këto janë lider të klubit në historikun e klubit. Asnjë barazim. Asnjë barazim, vetëm fitore e shoh. Edhe atë fitore që kanë qenë me diferenca të mëdha golash. E shoh që Sara është aq ende nuk e ka përjetuar atë ndjenjen e humbjes, sepse gjithmonë ka pasur vetëm fitore. E përmendi Sara se me gjeneratën 2017 kemi marrë pjesë në disa turnire, aty ku kemi luajtur, në 3 turnire kemi marrë vendin e parë. Kurse atë që përmendi fitoren kundër Osijekut, të Kroacisë, është një turnir që mbahet në Kisillavot, Cool Cup quhet, mbahet për festën e 8 shtatorit, ditën e Republikës Maqedonisë, ku është një turnir ndërkombëtar, ka ekipe shumë të forta, ekipet më të forta të Maqedonisë, po edhe jashtë Maqedonisë, ku përveç gjeneratës 2017 edhe gjenerata 2015 arriti në finalen e madhe, pasi imposhti shumicën e klubeve të mëdha të Maqedonisë, luajti në finale kundër Partizanit të Beogradit. Një gjë që mund edhe ne të krenojmë se kemi arritur të luajmë kundër një giganti të futbollit serb në finale. Edhe pse humbëm atë lojë, ne ishim shumë krenar me ta. Pastaj gjenerata 2017 arriti në gjysmëfinale ku nuk kishin fat në penalti, luajtën për vendin e tretë dhe fituan Osijekun e Kroacisë, një gjigant për ne i madh i futbollit, ku si në Kroaci, si në Serbi janë shumë më para se ne, dhe ne si klub më i ri dhe për një, mund të them në thojza, për një lagje të Gazibabës, arritëm që të luajmë kundër tyre dhe t'i fitojmë. Dhe kjo është një sukses shumë i madh për klubin tonë. Mund të na thoni në përgjithësi cilët janë sukseset përveç këtij suksesit të gjeneratëve, tjerat cilët janë sukseset e këtij klubit? Së pari, klubi prej formimit në vitin 2017
jemi munduar që në fillim të afrojmë sa më shumë fëmijë që mos të mbredhin rrugëve, të merren në sport. Sukseset, çdo herë kemi pasur suksese në lojat në ligën në Federatën e Futbollit. Kemi luajtur në për turnire më shumë këtu në Maqedoni, në Shqipëri dhe Kosovë. 2-3 gjenerata kanë kupa, çdo gjenerat ka kupë. Duke filluar prej gjeneratës 2009 e deri me gjeneratën 2017, çdo gjenerat ka kupë, po nëse fillojmë ti numërojmë do të nuk na ndalin minutazhat e emisionit, pikërisht. Të kthehemi prapë tek Sara. Çfarë do t'ju thojë vajzave të tjera të cilët kanë dëshirë të luajnë futboll? Unë vajzave të tjera ju kisha thënë që të hyjnë në futboll sepse futbolli të arron shëndetin dhe të jep disiplinë. Disiplinën. Të kanë thënë ndonjëherë shoqët, Sara, pse luan futboll? Futbolli është për djem, nuk është për vajza. Të kanë ngacmuar ndonjëherë? Jo. I ke ftuar ti, ju ke thënë, ajde nëse kjo lojë është shumë e mirë, ky sport, ky lloj sportit? Po. Dhe çfarë thonë? Dhe vit në babin. Dhe ato do e pyesim shumë mirë, Sara. Dhe më thonë, në rregull jemi, përderisa i pyesim prindërit, në rregull jemi. Mund të na thuash se sa kohë në javë, sa herë në javë ti ushtron? Stërvitesh në klubin tuaj? 3 javë në ditë. 3 herë në javë. 3 herë në javë, do më thonë. Janë mjaftueshme për ty? Këto stërvitje? Edhe pse dojnë çdo ditë të ushtrojnë. Çdo ditë, a? Si mund t'i lidhish të shkosh edhe në trening të stërvitesh, por edhe në shkollë? Je në të dyja anët, trofe edhe në shkollë, a ke? Je nxënëse shkëlqyer? Pesa ke? Po. Të thonë mësuesët, janë krenare për ty që kanë një vajzë në klasë, një shoqe në klasë, shokët e klasës, një vajzë me 12 trofe? Po. Krenohen ata me ty? Ja u mëson ti ato trikët e juaj në loj, i ushtron ndonjëherë në klasë ato, kur keni edukat fizike? Po. Je edhe në shkollë kapitene ti gjithashtu? Kur luani futboll? Po. Të lumt. Do më thonë, vazhdon të jesh kapitene në gjitha sferat e jetës tuaj, shpresojmë që në të ardhmen mos të ndalesh. Çfarë të ka mësuar trejneri yt? Më ka mësuar driblingët, na ka thënë që deri në fund të lojës mos të dorëzohemi. Të luani, do më thonë ta jepni maksimumin në lojë. A të pëlqen më shumë të luash sulmuese, mesfushore apo mbrojtëse? Mesfushore, sepse ju ndihmoj edhe në sulm edhe mbrapa. Edhe mbrapa, do më thonë mbrojtës. Është gjithandej. Gjithandej, do më thonë është e gjithanshme. Po. Do më thonë, aq është e zonja që mund të luan në gjitha repartet. Në gjitha repartet, të lumtë Sara. Edhe, më falë, Rehan, doa të them se kjo është një vajzë e cila edhe atjet e federata, gjithë trajnerët, edhe ata që udhëheqin ligën, habitin se si, përveç fizikës që e ka, që vrapon pa ndërprerë, e ka edhe atë autin, pozitat, ato që janë auti kur... Udhëhecë? Jo, kur del topin në aut. Kjo e gjuan autin me dorë. E gjuan aq fort, aq mirë, sa që habitën të gjithë prej ka. Do më thonë kjo... Edhe shumë gola kemi shënuar me ndihmën e atyre autave që i ka ekzekutuar Sara. Do më thonë, Sara është aq e zoja, kështu që është një udhëheqëse, një kapitene të lumtë. Sara, kështu që të urojmë që të vazhdojë gjithandej. Ku është e vetën pas disa viteve, Sara? Se di, ja lëm kohës. Ja lëm kohën? Cili në fund një mesazh për gjitha ato vajzat të cilët të duan të miren me këtë sport. Cili do të ishte mesazhi i jot për gjitha vajzat? Unë vajzave ju kisha thënë që të hyjnë në sport, në çfarë do sporti, sepse sporti të ruan shëndetin. Pikërisht, të lumtë Sara. Ekrem, mund të na thuaj se cila është rutina e stërvitjes tek vajzat? Është e njëjta sikur tek djem, nuk ka ndryshime? Është e njëjta, dhe ajo varet çdo herë kur është stërvitja. Nëse është stërvitja me një ditë pas lojës kampionale që kemi, në fillim bashkë bisedojmë,
analizojmë lojën që kemi kaluar, tregojmë gabimet ku janë bërë, do të mundohemi t'i reduktojmë ato gabime, dhe më pas fillon me nxemjen, pastaj udhëheqja e topit në mënyra të ndryshme, pasime, ka gjuajtje në port, kur jemi në kohën e kampionale, kur e kemi kampionatin, atëherë kemi edhe disa stërvitje taktike, se ku duhet të përqendrohemi, çka duhet të bëjmë. Si duhet të veprojmë. Dhe në fund e japim një si mesazh se të gjithë mblidhemi dhe para se të vërtasim të gjithë ndrim tim, e japim një mesazh se në çdo stërvitje, në çdo lojë duhet të dalim edhe më kokë lartë dhe më të përqendruar. Më e vështirë është të punosh me djem apo me vajzat? Më herët e thash se tani nuk është më kjo pyetje. Po, ma cila është më e vështirë të punosh? Sa janë të dëgjueshme të themi vajza, sa janë të dëgjueshme djemt? Jo, kështu të them sinqerisht se vajzat janë më të vëmendshme. Më të vëmendshme, janë të përqendruara, kurse për djemt më vjen keq të them se nëse u them se nesër duhet në orat 8 të jenë në vendin e caktuar, Sara apo shoqet e Sarës e din dhe me njëherë fillojnë përgatitjet prej në mbarimin e stërvitjes. A djemt edhe një 3 herë pyesin trener në sa ora duhet me kanë, kur duhet me ardhë, plus edhe kur shkojnë të shtëpia, edhe prindi lajmërohet në sa ora duhet me kanë, ajo. Do më thonë, edhe vetën nga natyra, vajzat e dinja femërore janë më të vëmendshme, më të koncentruar. Çfarë pritshmëri keni për klubin në të ardhmen? Në të ardhmen, nëse së pari të kënë shëndet të gjithë, pritshmërit janë normal, çdo klub i ka pritshmërit e mëdha. Nëse ne si trajner, stafi jonë, mundohemi që t'i mësojmë në lojën e futbollit. Të kenë disiplinë, të kenë karakter, të ndërtohen si njerëz, se nuk varet gjithçka vetëm nga futbolli. Dhe do të vazhdoj jeta. Kështu që pritshmërit që të mirë pritshmërit janë që të ngritet ky klub të themi lartë më lartë? Shpresojmë, po nëse kemi përkrahje nga institucionet, nga sponsor, të cilët këta 2-3 vjet kanë qenë pak aktiv, në kanë ndihmuar si në veshje, si në mjete, dhe mund të them se me mjete që na duhen për punë jemi top, krahasim me shumë klube tjera, me veshje po ashtu jemi top, kemi një prind, një biznismen i cili që 3 vite është duke na veshur. Ne presim që të kemi sa më shumë turnire. Jo vetëm në Maqedoni, jashtë vendit, sepse nëse ke turnire, nëse luan me skuadra të mëdha të tjera, ka njerëz që të shohin, sepse këta fëmijë, këtë Sara, duhet dikush ta shohë. Jo vetëm këtu të ne. Edhe jashtë vendit. Dhe në fund e krem, cili është mesazhi juaj, të themi për gjithë ata prindët, të cilët shohin një talent tek vajzat e tyre dhe ndonjëherë hezitojnë për mos ta dërguar me një klub për të luajtur futboll. Vetëm këtë mund ta them që prindërit të cilët kanë vajza, të cilat dojnë të luajnë futboll, që mos t'i kufizojnë vajzat. Mos t'i kufizojnë, pikërisht ky është një mesazh shumë i mirë. T'i lënë të lira të merren në sport, gjithsesi tani me futboll, që mos të kalojnë në atë rrugët e errta të tjera. Nëse fëmia, vajza, ka shpreh dëshirë, ka talent, mirë është që mos të ndalin. Pikërisht, një mesazh shumë i mirë, shumë domethënët, pikërisht për gjitha ato vajzat të cilët kanë talent në
këtë sport të mos ndalen asnjëherë. Mos të hezitojnë t'i dërgojnë në cilin do klub, nuk do të thosë se vetëm në klubin Ndrim Tim, po në klubin e tyre më të afërt që kanë në komunat e tyre. Edhe tek ne, besojnë në klube tjera, vajzat nuk ndjehen të marginalizëm. Pikërisht. Ne i urojmë Sarës vetëm suksese dhe gjithmonë të jesh një kapitene e shkëlqyer. Trofet mos jenë vetëm 12, po të shtohen 2 fish apo 3 fish deri vetëm suksese. Atëherë Sara, faleminderit që ishe sot me mua dhe që ndave pikërisht gjithat eksperiencën tënde si një lojtare e futbollit dhe që ke treguar se dhe vajzat din të luajnë shumë mirë futboll. Ashtu? Të faleminderit edhe një herë, e krem ju faleminderit të shumë që të ndatë gjitha këto informacionet pikërisht për vajzat, kështu që vajzat të gjithë ju që duani të luani futboll, atëherë mund të drejtoheni në klubin e juaj më të afërt, apo dhe nëse keni afër edhe klubin Ndrim Tim, atëherë lirshëm mund të shkoni pse jo të formohet një ekip i vajzave. Të faleminderit edhe një herë. Faleminderit edhe juve për ftesën. Shikues të nderuar, qëndroni me ne sepse ne rikthehemi sërish në studio për të vazhduar edhe më tej me të ftuarit tanë.